Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Rama se ka udhëtuar me paratë e buxhetit të shtetit për vizita private duke përdorur edhe avion charter. Në konferencë me gazetarët, Berisha vuri në dukje se prej vitesh opozita kërkon komision hetimor për udhëtimet e kryeministrit e kjo kërkesë është rrëzuar nga socialistët pasi sipas tij Edi Rama kërkon të fshehë koston e udhëtimeve të tij. Unë i them se ti je një mashtrues jo 2 metra i gjatë, po 2 kilometra i gjatë. Dhe në qoftë se ta mban, hajde lejo të krijojmë komisionit të analizojmë 140 udhëtime me Ismailin në dispozicion, sa kanë qenë zyrtare dhe sa kanë qenë private. Ndërsa akuzoi kryeministin Edi Rama për korrupsion, Berisha mbështeti edhe një herë kërkesat e protestuesve për largimin e tij. Lideri i opozitës vuri në dukje se kushtetuta garanton mekanizmat për shkarkimin e Edi Ramës në parlament, duke theksuar se të gjitha votat e PD-s do të jenë pro shkarkimit të tij. Një zgjidhje tjetër paqësore është largimi i të gjithë deputetëve socialistë që nuk janë të implikuar në krime dhe kjo i hap rrugën shkarkimit me mocion mosbesimi Edi Ramës. Në komunikimin me gazetarët, Berisha komentoi edhe hetimin më të fundit të SPAK-ut për trafikun e lëndëve narkotike dhe pastrimin e parave në sektorin e ndërtimit, duke akuzuar prokurorin Tumani se po fsheh emrin e përfaqësuesve të qeverisë të përfshirë në këtë çështje. Kam vlerësuar dhe vlerësoj hetimin e kësaj dosje, nxjerrjen e listës së biznesmenëve të implikuar në këtë dosje dhe trafikantëve, por nuk pranoj kur dhe nuk pajtohem kur. Fshehjen e qeveritarëve apo qeveritarit të pranishëm në takim. Berisha deklaroi se antarët demokratë në Komisionin e Ligjeve do të kërkojnë seancë me SPAK-un vetëm për këtë çështje.